fati nuk ishte me të. Ka kontestime nga të dyja skuadrat, nga të dy trajnerët, si ai i Korçës, ashtu dhe i Shkodrës për të dy golat e shënuar. Ne do t'i shohim Bashkarista dhe Moviol, por fillimisht do të shohim çfarë ka ndodhur në Korçë, por edhe fitoren e Gramozit me të votën. Dy kronikat dhe më pas sërish në studio. Një situatë të tillë vllaznis nuk i kishte shkuar ndërmend, por përveç formës së dobët, shkodranët duhet i bënë llogari dhe me fatin e keq. Edhe atëherë kur kuqet blu shohin një rrezë drite në fund të tunelit, edhe ajo shuhet në minutat shtesë. Vllaznia ka barazuar në mënyrë dramatike 1-1 në fushën e Skënderbeut, megjithëse kaloi e para në përsi në fillimin e pjesës së dytë, skuadra e Luçit u shkuar nga vendasit me një gol in extremis që u kontestuar. Koçarve është një rast tipik më vjole. Për të kthyer tek loja në fushë, sinjalin e parë të rrezikshëm do ta jepte vllaznia me Ervin Beqirin, i cili gjuan rrezikshëm por nuk arrin të dërgojë topin në rrjet. Reagimi i të besuarve të Axhiej është i menjëhershëm. Frashi shfaqet rrezikshëm në zonën shkodrane, por nuk arrin të kalojë portierin Grima. Koçarët ngrihen në lojën e tyre dhe ngjallin përsëri panik të shkodranët në minutën e 16. Frashi dhe Gueri bën gjithçka mirë brenda zonës, por finalizimi le për të dëshiruar. 4 minuta më pas, Kraja rrezikon seriozisht golin e avantazhit për vendasit, por gjuajtja e tij me kokë nuk gjen katërkëndëshin e portës shkodrane. Minutat në vijim do të shposonin lojën në mesin e fushës, ku të dyja skuadrat e kanë të vështirë të dalin përpara, pasi dhe terreni nuk është në favorin e lojës së tyre. Rasti i fundit për të shënuar në fraksionin e parë do të regjistrojë vetëm në limitet e tij. Koçarët i afrohen golit me Frashin, por gjuajtja e tij është lehtë dhe ndalet përpara vijës fatale, duke bërë që pjesa e parë të mbyllej ashtu siç nisi. Fraksioni i dytë fillon në mënyrën më të mirë për vllaznin, që i duan vetëm 4 minuta për të gjetur golin e avantazhit. Kundërshtonimi shpejt i shkodranëve me Sinanin që shërben për balën, të cilit i duhet ndihma e shtyllës për ta dërguar topin në rrjet. Goli kontestohet nga vendasit, por kryesori Meta nuk ndryshon mendje dhe konfirmon përsinë e shkodranëve, të cilët do të rrezikonin të thellonin atë 3 minuta më pas. Sinani gjuan fort, por gjen të përgatitur Tomashit që këtë herë shpëton portën e tij nga goli i dytë. Koçarët zgjohen në minutën e 60, përsëri Fraçi dhe Gueri gjejnë mirë njëri tjetrin, por nuk arrin të mbyllin në mënyrën më të mirë aksionin e tyre. Kraja ka një tjetër mundësi për të shënuar në minutën e 64, por edhe një herë porta e Grinës do të shpëtonte nga goli i parëzimit. Skuadra e Axhiej është kërkuese dhe shtyn përpara, por nuk arrin të marrë maksimumin nga rastet që krijon. Ndërkohë, Sinani sjell të tjera drejtërima me portën koçare në minutën e 68, duke detyruar Tomashish të bëjë një tjetër ndërhyrje vendimtare. Një tjetër dialog me sulmuesit shkodran dhe portierit vendas do të regjistrojë 4 minuta më pas, por edhe këtë herë fitues ka dalë Tomashić. Në krahun tjetër Skënderbeu kërkon të dalë përpara me Gueri, që nuk arrin të rrezikojë portën e Grimës. Edhe Gjondeta provon me gjuajtjen e tij, por topi shkon ngjitur me shtyllën pingule. Momente të mira për koçarët, por drejtërimat e vërteta i sjell Sinani. 90 minutat e rregullta të takimit do të mbylleshin me përsinë e vllaznisë, por shkodranët do të shihnin se si suksesi do t'u ikte nga dora vetëm në kohën shtesë. Saktësisht në minutën e 92, shkëmbja arkon brenda zonës, por topi pasi devijohet shkon te Lako, që realizon golin e parazimit. Shkodranët protestojnë për një pozicion të parregullt, por nuk mendon kështu kryesori Meta, që e quan të vlefshëm golin. Ato që ne duhet të realizojmë. Dhe në kundër ndodh me kundërshtarët që në momentin e parë që vinë rrezikojnë për ta janë shumë. Jam pak kënaqur vetëm disa momente mbas pësimit të golit. Pavarësisht presionit që skuadra kishte që para takimit saj, edhe mbas pësimit pat një tension, pat një shtyrje. Kushtet jemi kënaqësh. Unë të minutën në 92-93 kur hyrë i goli është të paktën 2 metër offside i pastër, nuk reagon as arbitri, as ansori, nuk arrit ta kuptoj. Megjithatë, Gëzdari sot kur vllaznia po tentonte të merrte 3 pikë, në fund shkohet çështje fati dhe këtu e humbi me sa shoh Gjaksocin trajneri Luçi. Ja,
mendoj që ndeshja ishte me edhe unë e pash ndeshjen, them që Shkodrës meritoj më shumë se një pikë. Sepse po t'i referohemi ndeshjes, Korça ishte gjatë gjithë periudhës, 90 minuta kishte një përsi territoriale, por kishte edhe raste më shumë. Pra, ishte një ndeshje që ishte në favor, si lojë ishte në favor të Korçës. Megjithatë, elementet e lojës bëjnë që u bë goli i Shkodrës, që mundësia dhe mund ta merrte ndeshjen. Unë nuk jam gjendje, prandaj ju thash edhe përpara që isha kurios të shikoj edhe golin. Në moment do ta shohim të dy golat. Gjithsesi, vendi i fundit për vllaznin. Është alarm. Alarm. Shari, s'po gjejmë akoma. Kemi thënë që kush do të hapi këtë përgjigje për ta nxjerrë vërtetë. Megjithatë, sot kemi parë një Vjosin Sinani ndryshe nga ndeshjet tjera, ka lëvizur më shumë. Goli u bën në sajt të pasimit që i dha Balës. Bala është një lojtar i ri që qëndron bukur në krah Sinanit. Pra një sulm i mirë. Elvin Beqiri tregoi se është me të vërtetë forcë e madhe në mbrojtje. Edhe një herë po them, lojtarët e vllaznis janë po ato të vjeçlit gati, është pa jo vllazni. Përsëri përgjigjes do t'i jap seri me që është shkatran. Gjithsesi një lloj reagimi është dhënë pavarësisht barazimit. Unë them drejtën, Mondi është më i saktë se Mondi e ka shikuar në atë minutë që unë nuk pata shansin me e shikuar, por në bazë të sekuencave që shikova këtu, me rastet, vllaznia kishte më tepër se s'kene bëu para portës. Edhe mendoj që ky barazim është një shej i mirë për vllaznin që të ikim prej asaj fjalë që përmendëm këtu edhe me të vërtetë ashtu është alarm, është në kampin Shkodran. E them alarm se kjo nota nuk ka rastisht momentet e fundit. Kjo është që në fillimin e sezonit, nuk jam dakord me atë që thotë zoti Sharri, që thotë është ekip që ishte edhe vjet. Jo, protagonistët kryesor. Protagonistët mund të jenë, por është në shën a ekipi i vjetshëm, ka nik disa lojtarë, jo një. Dhe në frun e skuadrës disa lojtarë tjerë. Pra nota të organizimit i skuadrës ka qalu pak në fillimin e sezonit. Duke thanë dhe fjalë më të mira për ata lojtarë që janë afru me kontribu aty për vllaznin, që edhe ata sakrifizë bajnë pavarësisht në kundrejt shpërblimit, por unë do të mendoja që mund të ishte bërë një organizim i mirë, duke në rrallë parë do të ishte që tu afroshin lojtarë Shkodran që losin në përrasa. Nuk them që është Shkodran dhe duhet vinte vllaznia, por janë futbollista me të vërtetë të ri dhe cilësor. Unë mora rastin e një futbollisti që luan Kruj, një mesfushor Grocaj, Nimani tek Laçi, Semina tek Gramozi, Kaçi tek Apolonia, me fjalë që janë lojtarë që mund të kontribuoshin dhe kishin detyrime shumë më të mëdha për Shkodrën se këta lojtarë tjerë që janë afruar në skuadrën. Mandaj për Ecorin unë mendoj që vetë stafi, presidenti, vetë ambienti aty, ky do të jetë një vend momental për vllaznin. Më falë Dedja, ju thoni momental, janë momental do të jetë. E tham me siguri të diskutimin që sot e ka dhënë një shej, për mua, për mendimin tim, sot vllaznia mund të merrte më tepër. Okej, momental jam dakord, po distanca është, nuk e di pak objektiva të Ja, unë nuk them për objektiv që vllaznia do të shkojë për kampion. Vllaznia jo kampion jo. Do të shkojë për në zonën e UEFA-s, por vllaznia do të jenë në mesin e tabelës dhe ka objektiv tjetër pastaj që me arritur rrokën, ka kupën e Shqipërisë, por duhet rritet këtu në lojë, në rezultat. Jam i bindur që në janar ata kanë me bërë një organizim tjetër. Me duke afro lojtarë të tjerë aty se e kanë shikuar të shiku Çalone ku është ata që janë marrë për ditë që din trajneri me stafi teknik dhe presidenti. Jam i bindur që me atë tërësni që ka ma të shpërdar që ka aty nuk do të dorojnë këtë dëmë. Fata nuk e di sa të vërtetë janë zërët që do të ndrohet trajneri, do shkoj Starova, diçka, apo janë fjalë gazetash? Atë nuk e di, edhe unë e kam lexuar në Shtyp. Nuk e di për atë problem, por tu nuk ka çështë trajnerit as me ligën që ishte as me Luçin, bile Luçin unë do ta. Po them pra, do të ishte gëzosha që në një kohë të tillë ka ardhe edhe është afruar pranë skuadrës, e dhanë kontributin e tij ashtu siç ka dhënë në futboll. Ka ardhur nga Austria, por edhe këtë them ja për ashtu. Nuk është problem trajnerit, problemi që ndron diku tjetër. Bashim, kjo zhurma mediatike që prek Shari është e vërtet pakën
diçka është prekur dhe në gazetën tuaj pa dhënë emra konkret, edhe sot në shtypin sportiv kam përshtypjen që Vllaznia aktualisht ka një trajner dhe indirekt mbase ai mund të ofendohet, sido që tjetër. Sigurisht. Asnjëri nuk do i pëlqente të bësh një gjë të tillë. S'është normal. Po sot pak kam dëgjuar në radio, kam dëgjuar që presidenti Fusha i ka përgjigjëstruar një gjë të tillë. Dhe ka deklaruar të paktën për gjithë shtypin në Korçë që nuk ka asgjë të vërtetë dhe nuk ka pasur asnjë kontakt. Diçka të tillë, po gjithashtu do të lejë një deklaratë e tij në gazetë nesër. Gazetën tonë, Sporti Shqiptar, që edhe poshtë gjithçka nuk flitet fare për tezën Starova. Për tezën Starova nuk flitet fare për pozicione